ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, jemi me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në kapitull të ndryshëm të librit të tij Al-Adabul Mufrad. Kapitulli radhës, I cili është më I gjati për nga natyra, është kapitulli I lutjeve, nga se ajo me të cilën është veçuar Muhamedi alayhi salatu wassalam në ditorën dhe natën e tij ka qenë lutja, duaja. Lutja e Muhamedit alayhi salatu wassalam ka qenë e larmishme, e ndryshme, e shumë gjëra, ka kërkuar për shumë gjëra. Andaj ne nuk mund t'i mbajmë mend të gjitha. Mirë po është mirë të mësojmë se për çfarë lutej Muhamedi alayhi salatu wassalam, cilat ishin shqetësimet e tij, brengat e tij, që edhe ne sa do pak të sillemi rreth brengave të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Andaj nga dua që I ka bëu pejgamberi alayhi salatu wassalam është edhe duaja të cilën ka thënë në ta, Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr. Ka thënë o Allah, kërkoj mbrojtjen tane nga fukarallëki. Ruajmë o Zot mbi fukarallëkit, ruajmë prej varfërisë, ose sidomos asaj varfërie e cila nuk më jafton mu për shërbimet e mia, për nevojat e mia. Ka thënë pasan wal qilla. Ka thënë o Zot, ruajmë nga zhvlerësimi I pasurisë. Ka mundësi ti ki shumë, po është e pak. Sa njerëz I shohim dhe I dëgjojmë duke zhvlerësuar pasurinë e vet, duke nuk e çmuar pasurinë e vet. Dhe nëse e nxjerrim kalkulator ajo është shumë. Mirpo sytë e tij, të cilat nuk janë të mbushur në zemrën me iman, me besim në Zotin e Madh xhelal, me mirënjohje, apo e shohim pak. Sa prej njerëzve e zhvlerësojnë familjen e vet duke lakmu dikun tjetër te harami, te ndaluara. Për çfarë arsye? Nga se nuk e ka zemrën e mbushur me besim se kjo është halal I jot. Kjo është ajo që duhet të mjaftojë tyje. Sa njeriu nuk mjaftohet me shtëpinë e vet, qille, sheh pak, meqenëse ti ku ta shefsh mrena në xham, ama nuk mjaftohet me ta. Për çfarë arsye? Këtë ka bëu dua pejgamberi alayhis salam. Ka thënë o Zot, ruajm mos ta shoh pak pasurinë. Pastaj ka thënë wa dhilla. O Zot, ruajm mos çnderohem, mos ta hupi kënaqërinë, mos të mpërdhose dikush, mos të mshkele dikush. E çish bëhet njeriu I poshtër të ndërum xhamat, siç nderohet njeriu, vetë çnderon njeriu njërin vetëm. I premton dikujna, apo merr prej dikujna parë borxh, suni kthen ato, zhitet në borxhe, sikur që ka duaja e xumas së kaluar ku e përmendëm se pejgamberi alayhis salatu wasallam lutej o Zot mos u mranoj me borxhe. Për çfarë arsye? Sepse çnderohesh, I ikpi njerëzve. Për çfarë arsye? Nga se vetë ke ul vetën, ju premton njerëzve. Sa për një, ju premtoj njerëzve, se kena me bo, ka kena me bo ta, apo pastaj pështërsohet, se në ban. E kanë pyti Imam Ahmedin rahimahullahu teala, kanë thënë çuçi një munafikat, ka thënë pi premtimit. Mos premto, kur smunësh dikujt më asos në punë, mos i thuaj hajse, apo ekipat disa e kanë karakter, thotë mos t'ia prishi, po prishi Allah, shumë me bënë këtë punë. Apo klip dikush në ndip, thotë shumë e vajun në këtë punë. Ça është marrë mi thonë se ne vaj. Andaj mos u pushtërso, mos e ul veten. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Wa'udhu bika an adhlima aw udhlam." Ka thënë o Zot, kërkoj prej teje të më ruash, mos t'i bëj zullum kërkujna. Pejgamberi I Zotit ka qenë alayhis salatu wassalam, ka bëu dua o Zot, më mundso mos t'i bëj zullum kërkujna. Sa larg zullumit ka qenë ai, sa larg padrejtësisë ka qenë ai. Megjithatë e ka kthy këtë punë te Zoti. O Zot, ti ruajm. Se unë ka mundësi bëj zullum se di. Unë ka mundësi shkele se di. Madje ka mundësi ti shkele kujton që të bëu mirë. Sepse njeriu është dhalumen xehula, zullumçar ignorant.
A që është zullumçar po s'ka aparat me ma që shka të po. Andaj që ka po dua për nga mëse, o Zot, ma mundëso, kërkoj mbrojtje, mosum let bëj zullum, mosum hap rrugë që u kam mundësi me po zullum. Zullumit të ndërum gjëmat. Ketë që ki kaos shka ndonja. Shifni kaosin? Ja, kaos. Vene ndryshme. Mundohen njerëzit me mishe me shpirt, pushtetet të ndryshme, qeverit të ndryshme, perandorit të ndryshme, me morë sa më shumë nga kjo botë, pasuri, miliona, miliarda, toka, uzurpojnë toka. Për çfarë arsye? Sepse janë zullumçar. Dhe kitë kjo vjen mbi zullumit. Kamata të ndryshme, sa shpirti kanë, sa njeri është shkatru familja për kredit, për haram. A dikush rrim fllat atje? Apo, sidomos ata që japin me kredit, ato kitë në flatërin. Ama këto shkarin zheg. Andaj, kitë kjo sistem po e lodh njerin, e këputi njerin, e bëni sklav. Apo, thojnë është koha e liris, koha ku njerëzit mune me thonë qka dojnë, me jetu si dojnë. Nuk është ashtu, si kanë bo sklav të pasuris, i kanë bo sklav të bukës, të gojes bukës. E njeri ju është ma i ndarshëm se sa ma u poshtërsu të një këtë nivel. E kitë kjo të ndërum gjëmat buron për zullumit, kitë kjo buron për kamatës, kitë kjo buron për pangopsijës të njerëzit të cilët nuk i knash kur gjon nga kjo botë, pas me e marë komplet këtë botën. Ama Allahu Gjellë Gjellalu i ka urësit e veta, i lezun qartë deri një vakt, pastaj ka punë me ta. Pastaj që ka thanë, au udhlem, o Zot ka thanë, rujëm mës t'jam unë e zullumqari, apo rujëm mës të mhipen qafë dhe një zullumqari. Ka mundësi të si e zullumqari, po t'hip qafë zullumqari. Andaj, ka bo dua për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam, nga për fukarallëk mës goditët, prej zhvlerësimit pasurijës, prej përshtërsimit vetës, dhe ka thënë, o Zot mësë mban zullumqar, e as zullumqari me bim qaftë muhe. Doaja e radhë që ka bo për nga mberi jonë sallallahu alaihi sallam, të cilën e ka transmetua Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, thot, kanë nëbiju sallallahu alaihi sallam ju këthiru minet dua. Për nga mberi alaihi sallam shpeshar e thonë të këtë dua. Cila ka qenë këtë dua? Ja muqallib el kulub, thebbit kulubën ala dinik. Ka thënë, o ti cili rrotullon zemrat, zemra jote dhe zemra jeme dhe zemra këtë njerëzve janë dorën e Zotit. Kur kush së ndo pa dhoni izën Allahe, kur kush s'ka mundësi as në dëshirat e veta mu përzi pa dashtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja muqallib el kulub, o ti cili rrotullon zemrat, Zoti rrotullon zemrat, Zoti rrotullon zemrat. A i ban njerëzit me dash dikan. Kush ta ka bon neve 2 miliard njerëz me deklaru se Muhammed a.s. është profeti njerëzimit. Ka dash Zoti i madh që le ta ka lakur zemrën, të ka bo besimtar. A ti tjetër që ka laku ka ana tjetër apo qafir. Ja muqallib el kulub, thot Enes ibn Malik, shumë shpesh e kam dëgju, tu e shpeshtu për nga mërësëm këtë dua, o ti cili rrotullon zemrat, mbaje zemrën time në fejën tane, mbaje zemrën time në fejën tane. Por çfarë arsye mbaje? Se zemra rrotullohet shumë të ndërum që pa. Shani pasuri rrotullohet, shani bukuri rrotullohet, shani diçka e lakmon rrotullohet. Në shpesher ju duke njëzve si zbavice, po pasuria u arrotullon njëzve zemrat. I kanë bo ato mengjira, i dini? Mengjira e gjelbërt, e verë, e ergovant, ta rrotullon zemrën. Luta Allahit me të rujt, ta rrotullon zemrën. Tu ka njeri mish, bo njeri keq. Tu ka njeri modest, bo është me në madhë. E ke, ta ka mundësu Zotin një vetur, kujton që kipi në qilë. Shki i përkonë Allah në vetur me 4 tërguma ajo. Allah me fuqi kuaj matët ajo. Për këtë asyje, ruje zemrën tane. Ja muqallib el kulub, o ngriti dur ka të do Allah, që çdo pasuri që ma ke dhanë, mbaje musliman, ruma zemrën time. Erdhi njeri te Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala dhe i tha, o hoq, a mundet njeri mi pas 1 milion? Atëherë ishte pasuri e madhe. Ari tha në gjep, elf, edhe me kanë që se do këtë dunia. Tha po, e ka një rrugë kjo punë. Ti kish 1 milion, edhe ta dush akiretin, është eftirë pa. A njerë me 500 euro het, dalashit këtë, me gjim skeri, shkatrohet. Para në 1 milion, së të folë, si folë kërkujna. Qka tha Imam Ahmedi? Po, me kusht, le ti ketë në gjep, jo në zemrë. Ke qështja me rujtë zemrën. Ani bambare, ani pasurohu, ani arrik senet e kësaj bote. Mos ishti në zemrën, mos ishti në zemrën, leja zemrën Allahit.
Leja zemra, leja shpirtin e Zotit Madh Xhelel Xhelalu. Shfrytëzoj këtë mjet të shfrytëzimi. Kjo botë mbaron të ndërua. Ja, xhenazja përpara xhamia. Ja, përpara xhamia. Par ditë xhenaze, par ditë xhenaze. Për ditë 19 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet. Dhe prap nuk mbushemi men. Lutim Allahun që Allahu t'i rregullon zemrat tona, ya Rabbul Alamin. Andaj, nga duat e pejgamberit alayhis salam ka qenë forcoma, mbama o Zot zemrën time në fenë tënde. Dhe pastaj do ta shohim se çfarë ka bëu dua tjera pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal këtë ditë xumaja, ditë të madhe, ku ka thënë pejgamberi alayhis salam, është një çast nëse e qëllon besimtari, Allahu i përgjigjet lutjeve. Lutim Zotin e Madh, Allahu ti udhëzon zemrat tona. Allahu ti përmirëson zemrat tona. Allahu ti bën të devotshme zemrat tona. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala na bën nga bitë e ahiretit e jo nga bitë e kësaj dunjaje. Na mëson Zoti me anë prej halalit e mos më përli me haram. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala na ruan nga fukaralloku, na ruan nga zhvlerësimi i pasurisë, na ruan nga poshtërsimi vetvetes, na ruan nga zullumi që e bëjmë ne apo na e bën dikush. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelal që Allahu subhanahu wa taala ti forcon zemrat tona, ti udhëzon zemrat tona, ti mban zemrat tona në Islam. E lutim Allahu subhanahu wa taala që kudo që janë musliman, në lindje dhe perëndim, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkrah e zullumçarët, kriminalët, fesaxhit, të cilët bëjnë fesad dhe bëjnë krimin në tokë. Allahu ndërmjet vetë t'i shpartallon ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصلحنا اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة